Elvis Shkambi, autori i vrasjes së gjykatësit të apelit Astrid Kalaja, deklaroi në seancën për dhënien e masës së sigurisë ndaj tij, si i kërkon falje publike familjes së gjyqtarit. Ngjarja ka ardhur si pasojë e tronditjes psikike nga kalavari i gjatë i gjyqeve. Gjykata nuk e ka zgjidhur çështjen ndër vite, institucionet nuk kanë bërë detyren, citohet të ketë dhënë Shkambi. Për të, gjykata e Tiranës saktoi masën arrest në Burg. Ai akuzohet për vrasjen e funksionarëve publike dhe vrasjen në rrethanat e tjera, cilësuese, të mbetur në tentativë, ndërsa për xhaxhain e tij ka nisur procedura gjithashtu.